Vazhdojmë me serialin e ligjëratave tregimet më të bukura të Kur'anit, ku në ligjëratën e kaluar treguam se Allahu Azza wa Jall e inspiroi dhe i dha një mesazh Ibrahimit alayhi salatu wassalam që ta dërgon bashkëshortën e tij me fëmin e tij të vogël i cili ishte Ismaili alayhi salatu wassalam. Dhe treguam se ata i la në një shkretir e cila ishte tokë jo pjellore, nuk kishte as njerëz, as gjon atë vend. Ishte shkretir e madhe, ku qabja momentalisht ku gjindet tash ishte vetëm një shkam në formë në katrorit i gdhendur vetëm themeli i saj. Kurse anësh ishin dy lugina, themi apo dy vizat të cilët rrjedhnin shiu dhe vërshimet kur vinin kalonin rreth saj. Dhe ishte vetëm se një pemë e cila ishte një pemë e thatë në mesin e vendit ati ku e la Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Dhe treguam se bashortja e tij i tha: "O Ibrahim, apo na le këtu." Ibrahimi alayhi salatu wassalam nuk e kthei kokën, derisa u largu me një distancë që nuk u shihnin më ata. U drejtu ka qabja dhe tha: "O Zot, unë i lash këtu në këtë vend, fi zar'in gajri zardin inde bejtik el muharrem. O Zot, unë i lash to në këtë vend e cila është shkretir dhe jo pjellore." Tha, e bëri një dua, fali uqimu salat, për ta fal namazin. Fejal afidatan minan nasi tahwi ilehim, kë e dyta. Warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. I bëri 3 lutje, 3 dua. Dhe nga kjo çka nën kuptojmë, njeriu kur bën një sakrificë, e bën një punë të mirë, shembull tash në Ramazan e bën një hatme. Mbaj si ta bëjsh hatmen, çka bëjnë të ne, shkojnë thuj hoxhës, thuj afëskës, në të ma bëjnë një dua, një lutje, edhe ja çon do pare hedije. Ajo inshallah është dhurat, mirë po. Nuk është qëllimi këtu. Çka do të më bëjnë? Njeri kur ta bën hatmen e Kuranit, i mbledh familjarët e tij, e mbledh fëmijët e tij, gruajen e tij dhe i thot: "Ngritni dur të ketë, kena me bën një lutje se e ku bën një hatme, shpresoj që kjo ka me pas shpërblim të madh Allahu dhe Allahu ka më na kaplu neve me rahmetin e vet, me mëshirën e vet." Dhe Allahu Azza wa Jall i din krejt gjuhët. Dhe nuk ka special hatme, s'ka hadith, as Buhari, as Muslim, as kurkundi nuk gjenë special dua për hatme. Sahabët kanë bo shumë hatme, kanë bo, edhe në fund e ka bo një dua çka ati shpirti dhe loçka e zemrës do në t'ja pranoj e Zoti. Ndoshta ka dhe një fëmijë të smut, ndoshta ka dhe një fëmijë pa martu, ndoshta ka dhe një problem që është me qira dhe nuk ka shtëpi. Problemet e kësaj bote, po edhe mirësit e ahiretit, apo udhëzimin e fëmijëve, apo udhëzimin e vajzës, apo mbulimin e vajzës. Çka do kop diçka me bë dua se mas veprës mirë, çka ta bësh një vepër të mirë, e bën një lutje, kjo është njëra prej sebepeve më të shumta që mundet me tu pranu lutja. Edhe këtë na ka tregu pejgamberi sa me një hadith tjetër, thot janë kon 3 veta, thot prej Ben Israilve, duke marrë një udhtim, duke shku, i ka ra një shi i madh, një vërshim e madhe, edhe thot kanë hime një shpellë që derisa të ndalet shivi dhe të kalojnë. Në atë moment thot bjen një gur i madh, bjen një rasë e madhe, një shkëmb i madh që ja ze himjen komplet. Edhe mbesin mrena. Shkëmbi i madh, s'ka pas mundësi me dal pjatit. Edhe kanë këshirë me shtitu të ret, nuk ka mundësi me luvis, është shkëmbi i madh. Kanë thonë nuk na shpoton neve piktuhit, vetëm një dua, mirë pa duajën, çka kina bot diçka dhe një punë të mirë. Dhe më thonën, a ki pa filanit, o filan, ma sos këtë punë, të kam e mëra sos këtë, ja ku mësos një punën e këtina. Kjo nuk është shemë, nuk krahasot me Zotin, mirë, po kur të bëjsh ti një vepër të mirë, edhe i thu, o Allah, për hatër qësoj veprës të mirë, çka e ku mbo ma pranot që këtë dua. I kini mu filanit, i kini mu një jetimit, e kisos një punë, i ke bu një punë dukush që nuk e di vetëm tje dhe Allahu. Edhe kjo përdoret momentet fështira që thu Allah, nëse e ku mbo për një me qëket punë për ti, o Allah, prano ma qëket lutje. Aja të janë konë në shelë. Edhe njoni pjative o konë pak më i ditë shumë, ka pas pak më shumë dituri. Edhe i ka thonë shokve të vetë, kush ka bo për juve dhe një vepër të mirë, ta luta Allahun, a më njerë të ceke punën e mirë, qka e ka bo, edhe ti thote, o Allah, për hirë qësoj punës teme, që e ku mbot mirë, ma largot që këtë shkombin për këtu që të dalë.
I ngrit njëri durt edhe ban dua thot o Allah, unë isha thot çoban, me dhen, bari. Edhe thot sa herët që i mirësha vend dhe i bisha te shtëpia, i mjelsha. Dhe apa ta dhon besën Allahut ka me bo një punë mirë, ka mu bo bëmirës ndaj prindërve të mi, nuk ka me pi as vetë qumsht, as nuk kam i dhon bashortës te me qumsht, as nuk kam i dhon fëmijëve të mi që ishin të vogli që i kanë nevojë dhe ata për qumsht. S'kam ju dhon derisa nuk pin prindrit e mi. Edhe sa herë bëjsha çështu visha, i mjelsha, ja jepsha gotat prindërve, pishin prindrit e mi, më si i krishim, më si jepsha bashortës edhe fëmijëve. Edhe vetit tem. Thot një ditë thot unë o Zot u vanova edhe prindrit e mi kishte zonë gjumi, u bo natë u ardhë rrugës. Edhe thot e mjela qumshtin, kete a bona gati, kur qkove me vaqu i kishte zonë gjumi, të ditë prindrit. E thot fëmijët e mi qa ishin për qumsht. E thot unë ja pa ta dhon besën se nuk, ja pa ta dhon besën Allah se nuk jap as kujt qumsht pa i dhon prindërve. Thot edhe i prita në dorë me enë, në dorë, deri në mëngjes. E kur u çun mëngjes s'ka dash as gjumi me vaprishëm. Kur janë qua të në mëngjes e kanë po, i ka prit me pjata në dorë me qumsht, edhe vadhash ative qumshtin ata pitën, e pastaj u dhash fëmijëve se i kishte zonë gjumi, i kishte mashtru, i tha shoqës shtinin gjumë fëmijët, se nuk e kam dërmen mju dhon fëmijëve pa ju dhon njerë prindërve. O Allah, thot, nëse çket vepër unë e kum bo për hir tondin, me u bo respekt ndaj prindërve. O Allah, largoje këtë shkombi, thot çejlet shkombi lëviz, ama nuk kosh sa për medal. Lëviz ditën pak drita i mrena. I thot ditit, o i ditit, i thot te i ditit, a ki bo dhe një vepër, banë një lutje që i ki bo një vepër për Allah. Me no, thot po, thot mu kujtu, edhe i ngrejt dur, thot o Allah, unë i pa të marrë njërë do punëtor të punojnë të une. Edhe të usosën mo, du më thonë dita edhe të përendu mo dilit të e krija të punën, vashpërndajta të vadhon rogat ative, njonin e thirën moment të ja dhon rogën, i thanë ka ndodhë diçka të shpia. Ka ndodhë diçka, edhe ai nuk priti rejni, nuk e priti ta marrë rogën. Dritu nis, shkoj. E unë e thot, nuk erdhë ai personi, nuk ja disha kush është ai personi, argat që i ka nëzonë për para, ka punu të shtëpia. Thot, po shka bona, thot me parët që e pata mi adhon atina, thot e bleta një dele. Një dele. Thot ajo delja pastaj boni kinxha. U shtun ata dhënë u banën shumë dhënë. Pi dhënve i shita gjysat e dhënve i bleta do deve. Ato devat u shtun i bleta dhe do lob. U shtun thot dhënt, lob, delet që sprov pi Allah. Pi që asaj deles janë shtu se disa dele, se disa sa deve, edhe nuk e disa lopët u mbush lugina. E thot kin me njëri nuk ertë ta marrë rogën, ertë mas 10 vjetëve tepër. Kishte kalu një kohë. Kur erdhe dhe i tha, o filan, a i ma men kush mua, tha, jo bes të njoftë. Para 10 vjetëve, lidit ka punu. Mas 10 vjetëve, ku mu të me njoftë njeri? Thot, unë jam ai filoni që pa ta punu të ti, edhe nuk ma ke dhonë rogën. A o, po thot, unë ti të kumbli, po së në kumë mujtë me gjë. A e shetë qka, qke që luginat, qëto dhente, qëto devet, qëto lupt janë tujat. Thot, kreti mur, nuk ma las një muë. A di që jam kujdesi, ku ma shtu. Unë, do më thonë, nuk e thonë mere një, të një deli ki punu të une. Ka thonë, a këtë minët janë ketët, keti mur, nuk ma lanë mu asë nisen. O Allah, nëse qëket unë e kumbo sinqirë, për që kumujtë mi thonën, ketë janë të mijat, veç qatë dele, djonën merë edhe hecë. Ama e kumbo këtë para Allah, o Allah, nëse kumbo që këtë për hirtonin, levize shkombin. Thot, e levizi shkombi, fillojt levize, mirë po thot, nuk ishte prapë medal. I treti, thot, banet i një lutje, u mënu. Tha, o Zot, unë e kum dash një gruje shumë dhe kum dash ta martoj shumë dhe kum kërku të familja vetë, nuk ma kanë thonë. E thot, erdh një kohë, një ditat të ranë, skambjem, fukarallëk dhe erdh ajo gruja që e kum dash me vjetë, kum pas qef ta kem atë gruje. Erdh i kërkuje të unë e borç. E unë i thash me një kusht. Thash, bëj me tia moralitet, zina, të mlojsh me bo zina, ka me ndonë sa të dush. Në momentet kër afrova, thot me bo zina, më tha, ke friga Allahun, mës e ban një veprim që ta ka ndalu Allah. Kur tha, ki friga Allahun, më kujtu dita e kiameti që ka me darë për Allah. Në momentet u largova, edhe pse me vjete kisha paramendu që atë grue me pasune në shtratin tem. Vetëm kur tha ki friga Allahut, për hir të Allahut, për frigës Allahut, ja dhash parë, thash nuk ki nevojë as një kthesh as kur gjë, merri këto për hir të Allahut. O Zot, nëse çket e kum bë për hir tonin, çelë shkombin, thot u çel shkombi edhe dulën ata. E thot një dietar shumë interesant. Thot ti shekon ti i katërti, që ato janë kon 3, para mendoj çdo njëri që janë në kënd xhami ti shmikon ne shokja ativi i katërt. Edhe shtesh ka metën duaja jote që të qelet komplet. Çfarë vepre kisha thonë, o Allah, unë çket e kum bu për ti çelet çket shkombin.
Shpeshherë ja bëjnë dukujna dë një punë, e prisët që ajtë në sosë, vallai ku mësos punë, pa tjetër e kom me mësos punë ai mua. I kum nimu, filonit ti kum nimu, ati kum nimu. Edhe veprat që si di kur kush, kur hunjna me xhlis, menze si presmi ti kallëzina punë të mire shakina bo. Ose gibet me bo, do më thonë mi amarën atina gjunahot ose mi adhon se vapët, po edhe nëse kina bu dhe një punë për Allah, ka dhe njerë shejtonit nguc, kallëzaj beti kur i patë një muat e filonit, a di kur i patë sosat punë, që punë, qka i kum njonit, a qëfar punë i kum sosbe, po jo konën katastrofën, e kum bo me shpije, kum bo me kere, kum bo... do më thonë, munohet shejtoni me ti hub veprat, dhe kur darti ti ngriti shdurt, o Allah e kum bo për ti, mirë ma filoni, ketë shejtori e kanë marrë vesht, ketë kia kanë marrë vesht. Ama është nuk qelet guri. Për ata mundohu ta bësh një vepër, më si ta bësh atë veprën e mirë, jo për të kanë, vetëm për hir të Allahut. Pa marrë parasysh, a hatme, a e ka ndrish një shtëpi dukujna, a i kini mu jetimit, a o këndë një smutja ki pagu paracionin, a i ki qu dhe kanë haq, a i ki qu dhe kanë numre, a i kini mu na i kuna pi borgjët i ki largu. Qka do kopë pi veprave të mira? Para mendoje, filoni i ka një muë, një këshikës i ka vdek buri, edhe i ka pas të mitë, dhe më thonën të vogli jetima. Edhe e ka marrë rogën, gjysën e rogës e ka shtim plikit dhe e kalonën sa herët e posta. Edhe sa herë e ka marrën. Edhe nuk e ka ditë ajo gruaja se e kujt është këto parët, kush i lek këto parët, se si ka kallëzua s'kujna. Po ki as gruas vetë si ka kallëzua. E thot kur e merr vesh, mas 15 vete, 20 vete, kur vdes çki personi, kur i vjen të shtëpia letët për mi ardh penzia, e shes se shembull rrogën e ka pas 60.000 denar, a ki të shtëpi i ka bru vetëm 30.000 denar. Gjithë i ka dajt. Edhe habitën, kur e marrin vesh se momentin që ka vdeki, ative ju ka nalë më parët. Që tëre kanë marrë vesh se qaj filoni 20 vjetja ka dhënë rrogën, gjysën e rrogës asaj familjes që o konën. Se ka dit as gruja, as fëmijët, as kurkush, pas ato se kanë dit. E ka zgjedh një kohë, kur s'o kon kurkush që i ka shti parët edhe ka ecë. E do më thonë, ta bësh një vepër që se di kurkush, e kur të kesh nevoj, Allah azza wa jall me të përgjigj. E Ibrahim alayhis salam masi e ban këtë vepër për hir të Allahut e lën në atë vend. Pse e lën? Dashohin. Po ajo çka është më e rëndësishme që më marr vesh në, thot Allahu amraka bi hadha. O Ibrahim, Allahu të ka urdhëruar me të lënë këtu. Thot po. Mbajsi e ka bo këtë punën e mirë, i ka ngrit durr, ka thonë o Allah, unë këtë e kum bo e para, gajlën çka e ka pas, gajlën e parë. Ka thonë, o Allah, ta falin namazin. Pse ta falin namazin? Sa Allahu azza wa jall po i thot pejgamberit alayhis salatu wasalam Kur'an, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lil muttaqin. O pejgamberi Allahut, ftoj fëmijët e tu ta falin namazin dhe ne prej ti nuk kërkojna rrezik. Ne do t'i furnizojna ato. Kan thonë dietarët, nëse ti e fal namazin, Allah azza wa jall ka me ta çu rrezikin. Edhe në Kur'an është i përmbusht Kur'ani, nuk është se kërkon zekati pa namazin. Aqimus salata wa atuz zakata. Falini namaz dhe bëni zekatin. Kan thonë pse? Se kan thonë e para obligim ndaj Allahut është me fal namazin, e nëse e fal ti namazin, Allahu ka me ta çu rrezikin. E kur ta falish namazin, mos e puno. Se ti çish ke me dhon zekat pa punu, pa pas pare. Ti dush me punu, me mbledh pare pa me dhon zekatin. Me thonë ti, fali namazin, pastaj puno. Kur të vjen koha që ki pare, pastaj jep zekatin. E jo me çit punën para namazit. Do të thonë fali namazin, pastaj puno dhe jepja hakin e zekatit. E kjo gruaja e para ka thonë fali namazin, e dyta çka ka thënën, o Zot bane zemrat e muslimanëve të përmallon për këtë vend. Para mendon ti e lë me një shkretin me një vend atje. Kur gjon s'ka shkretinë e madhe, ti e ban një dua Allah, ban atë vend që zemrat e muslimanëve përmallëngjohen për atë vend. Para mendoj sot. Çdo musliman që okon haç, që nuk okon haç, çdo njëri që është e qabën, i djeg zemra, apo i vlon zemra me shku me pa qabën edhe me shku me bo, a gjeni tavaf, apo me voni dua. E thot Fejal, në ta falin namazin, nuk ka minut që në qabe nuk falet namaz ose nuk bëhet tavaf. E ka thonë pejgamberi asram, edhe namazi, edhe tavafi tu ditë janë namaz. Ka thonë vetë se dallimin tavaf ki drejt edhe me fol, ki drejt edhe me bu dua, ki drejt edhe me lexu Kur'an, kurse namaz nuk ki drejt me fol se prishet namazi. Ama se vapin me bu tavaf, derisa jin tavaf, është sikur se shka, sikur se me fal namaz. Sikur ti më kon domethën namaz. Edhe ja pranon kjo lutja. Lutja e dytë që thash,
E ka bëhet që zemrat e musliman vetë mallëngjon për çdo vendit njerëzit mundon me ardhën domethënë Kabe, ndoshta dukush i mbledh 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, 30 vjet, ka pas një plak, subhanallahu, ka qenë rast interesant, ka India dukun okonën vendeve fukara kur ka ardhën thotë në Kabe, kanë thonë, "A që kjo vendi Kabe apo ka rënë sejdë ajo gruaja ka thonë, "O Allah, ma mundsove çtu ma merr shpitja", ka marr shpitin çati. E të regojnë për atë person thuhet 20 vjet apo 30 vjet i ka mbledh parë me ëndër ka pak ma të fukarallëkën e vet derisa ja ka mundsu Allah me pa ka thonë masi ma ki mundsu Allah unë nuk do më të kthejna pikë këtu. Ja ka marrë Allahu azza wa jall shpirtin këtu në Kabe. E thot kush vdes duke u kon në ihram, duke u kon Kabe, rin gjallë te Allahu azza wa jall duke u kon me ihram dhe duke thonë lebejk Allahumma lebejk, tu përgjigje o Zot, tu përgjigje o Zot. Edhe treta e ka bo duan, o Zot, se kjo është tokë, jo pjellore, ama furnizoj ti kam mirësit e tua. Qaq mirësi ka sot në për shembull nga dishën arabik, janë shtetet më të pastra sot në botë. E sidomos, domethënë Saudia që e Saudit që është, domethënë ka pasuri dhe ekonominë ka ndoshta më të fuqishme ndër botëror. Domethënë me duan që e ka bëu Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Pasi që e le mirë, po që kjo është një sakrificë. E len Haxherin ati çka thot? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Thot pejgamberi sa kush mbështetet në Allahun, dhe kush i ka frikë Allahut, Allahu ka më furnizu ata ka sa mendja. E kush mbështetet në Allahun, Allahu do t'i mjafton ati, nuk ka nevojë për kërkan tjetër për ti. E kjo është kur ta losh familjen, ose fëmijët e ton, kur ti qespi pi shtëpie, për me shku në shkollë, për me shku në dokundi, do të më mësoni dua. E ka obligim çdo prit më mësoj këtë duan kur dalë pi derës. Çka është ajo? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwata illa billah. Në emër të Allahut, po ju mbështeten në Allahun, nuk ka fuqi as forcë pa ndihmën e Allahut. Thot pejgamberi sa kush e thot çka dua, thot vjen një melek i thot hudit u udhëzove, kufit u mjaftove, u wakid dhe u mbështetën i mbështetës që s'ka mbështet më të masaj, thot wa tanaha anhu shejtan, largohu shejtani pi atij njerit. Vetëm kur e thot çka lutje. E thot e ka u mbështet në Allahun azza wa jall, mirë po kjo mirësia apo shemë, Allah thot, inne mal usri yusra, bashdo vështërësie vjen lehtësimi. Ç'i ka lehtësimi? Thot, kër e kalon djalin poshtë, i ka pas disa hurma në harxhu, ujin që e ka pas që i ka dhënë djalit vetë, edhe ujin që e ka pi vetë, se e ka pas djalin e vetë në gjinj, edhe i ka pi qumsh, thot, o shter ka ketë antë, edhe për djalin e vetë edhe për veti. E ka pas o shkretire madhe. Çka ka bo? Ka thonë, na kalon këtu, edhe po nina dur kritë se Ibrahimi është pejgamberi Allahut, jo, u ka përpit që ka bo sebepët. Çka u konë sebepi? I parë thot ka hip në Safa. Do më thonë pi Qabës është kodrat më të afërme me Qabën, që tash më ka një Qabë, mirë po para se me u ndërtu ki ndërtimi, më të afërme, të kodrat më të afërme që janë konë, o konë Safa edhe Merva. Më të afërta. Do më thonë të Mekës, afër me Qabën. Ka hip thot në Safa, edhe ka shiku mos po vende një karavan, a dhe një njeri, a ka dhe një diçka që ka mundet me një mu, se uj s'ka, ushqim s'ka. Thot zbret prej nalë, kur më rrinë thot të lugina, se mes di kodra, normal është lugin, edhe është ma rafshin. Kur ka mrit e rafshina, ka fillu të vrapoje, deri sa ka nis me hip të nalë. Kur ka nis me hip të nalë, normal të nalë, të është pak marant, edhe ka nis të hecë e ka dalë. Ka shku të Merva, edhe të Merva ka shku nënën tjetër, mos po ka diçka. Thot, kështu e ka boje, nalt po 7 herë. 7 herë. Edhe ati në drejtin atë luginën që ka vrapue, sot i kije di ngjyrat gjelbërta, apo di reflektorat gjelbërta, antë jeshilta, që pi ati është sunet me vrapue. Pita jeshilta deri te tjetra. Pse? Qashtu si qka vrapu nona Ismailit Haxheri. E pastaj, ne e kina sot obligim, a i që donë me sos, donë me kri ritualin e haxhit, edhe me bo ritualin e umrës, e ka obligim me hipën Safa, edhe në Merva me shku 7 herë. Aja ka lip uj, po e ka bo për hirtë Allahut ke sakrific, Allahu e kalon ibadet sot ti me dosh me bo haxhe dhe umre, dush me shku Safa dhe Merva.
Kur i sosën 7 tavafe, Safa dhe 7 saja, Safa dhe Merva, te Merva nalt e një zonë, diçka si një zhurmë. Normal e di që shkretir përveç djalit vet, kur e shet djalin e vet pi qajt më të madhe të lip qumsht edhe ujë, thot ju shterë zani, derisa është frigu, mos po i vdes fëmia pa ushqim. Thot e kanë dëgju një zonë. Edhe u ka qetësue, se kur më vrapon njeri të nalë të poshë në kodër, pulsi. Edhe i thot vetit vetë, qetësohu pak, ndalu pak me frym se jam të ndi diçka një zonë. E njën edhe një zonë edhe njëherë. Zoni i ditë kur e sheh para djalit vet, Gjibrili a.s. zbret të qaj vendi që ti. Edhe në transmetime thuhet se i ka mshu me kam tokës, transmetim thuhet se i ka mshu me krah tokës. Edhe thot ka pëlcit uji zemzemit, ka dal drejt të nal. Sikur burimet, kur pëlcet, kur e qel dhe del uji të nal, ka dal uji të nal. Kur e ka po që ka dal uji të nal, ka vrapue. Kur u ka nal ati, i ka thonën kjo është një mrekulli prej Zotit, mos u frigo se Zoti s'ka me të humbën, edhe çki djali jot ka më kone që ka me ndërtu shtëpinë e Allahut. Alo nuk e di kjo se ka qabe kjo. Kjo është që ka me ndërtu shtëpinë e Allahut. Shtëpinë e Allahut do të qabën. Parën në xhamin, druzullin toksor, çki ka me ndërtu, çki djali jot, dhe Allahu ka më u dhënë juve mirësi dhe bereqet dhe mos u frigo as senit. Edhe do më thonën çktu kur e shetu dal uji i madh, normal, çdo kush e kishte bëu me një shkretir, i ki do shpejt ti mushi e se ndoshta po ndalet. E thot i ka mush kur e ka po që s'po nalet uji, e ka bo një grop, i ka bo një grop të madhe kështu, edhe ka griqi ujit mesa ati që nëse shterët për agjetit të kese uj. Thot pejgamberi a.s. Allah e më shiroft nonën e Ismailit. Sikur mos ta kishe bo qatë pusin, ta kishe grija atë gropën. Mos ta kishe bo ata, kishte me redh uj. Edhe kishte me pas lumpja ti ujt në sipërfaqen e tokës që ketë bota kishin pi uj pjasajna. Mirë po thot ajo e ka bo atë gropën dhe i ka thonë zem, ledhu, që këtu të une mos u daj se kam nevoj për uj. E i ka mbet emni zem, mblidhu, që këtu nat gropën që ka e ka bohe. E thot, sikur ta kishte lon, kishte redh lump, kishte pas pi zemzemit. E thot që qki uj, që e ka pëlsi dhe ka dal, është uj special që nuk është i tokët, qki uj është prej xheneti. A ka mundësi me pas diçka të xhenetit në këtë botë? Po. S'kena me tregu edhe guri zi është i xhenetit, edhe ka thonë pejgamberi sa 4 lume janë xhenetit, 2 janë dunjo, 2 janë xhenet. Ama çato dunjojës kanë më konë edhe në xhenet prap. Nili dhe Ufrati janë ti. Gjahun dhe Sahun janë xhenetit, ama edhe 2 në dunjojës çka janë, do të thonë Nili dhe Ufrati janë 2 lume që kanë me qenë xhenet. Ka thonë edhe kodra e Uhudit është një kodër që e duna, na don ajo, dhe ajo është një kodër pe kodrave të xhenetit. Dhe është një bavë që prej bafshëve të xhenetit mes mimberit pejgamberit alayhis salam dhe shtëpisë, ka thonë ma bejne bejti wa mimberi rawdatun min riyadil janna. Nuk ka mes mimberit tem, mes shtëpisë time dhe xhamisë time është çka? Është një vend prej vendeve të xhenetit, një copë prej copëve të xhenetit. E thot kur e mbledh ujin aty, ç'kjo bëhet sebeb mos mu shpërnda më uji i Zemzemit. Mirë po, prej kësaj mirësitë e mëdha vijnë ku janë konë një fis Gjerhumët të Jemenit. Ne kena të regu se Arabt janë 3 fise. Një Arabt që janë Arab el-Aribe, el-Baide, Arabt të cilët janë konën popli Themud dhe Adët që janë shkatru. Pastaj Arab el-Aribe, el-Baqie, Arabt që kanë bet gjallë pjative, edhe Arab el-Musta'aribe, Arabt që janë arabizu prej të Ismailese. E këtu kanë nërë një fis që kanë bet për fiseve, është cili Gjerhum. Prej Gjerhum janë Kahtan. Kur e kanë to kanë jetuar më larg qafë, sa mos kanë ardhur bash aty se kanë shkretire madhe, s'ka pas ujë, edhe s'kanë pas mundësi me ardh me net aty. Mirë po kur e kanë pa një shpend të usillën, se shpendi kur sillet me një vend, shpes kur sillet me një vend, ja ka dhe një ngorësim diçka, ja ka dhe një ujë kanë gjetë. Edhe e çojnë njërin pjative me këshir. Kur e shohin në atë vend se ka ujë, çudinë, kur thotë s'ka pas në këtë vend ujë, se do kanë kalu. Afrohen e i thënë, a ban me marë ujë? Thot, po, ban me marë, ju jep ujë. Kur ju jep ujë, ato afrohen, vinë ati. Thot, qëri, thot, pusi është i jemi. Nuk është i juvi, kjo është prona jemi. Nëse dojni me u fornizu me ujë, mujni mu fornizu me ujë. Mirë, po kjo nuk është e juvja, kjo është privat e jemja. Dhe me thonë, Allah zë vëgjel më ka që mu ketë.
domethënë mrekulli. E kur vinë ato afrohen edhe gratë ative normal bashkëpunojnë, domethënë i ndihmojnë e i thojnë atë diçka, a ka mundësi ne me shfrytzu ujin tanë, ama ti ki mu konë një pjesëtare familjes tonë, çka ki nevojë ne kina mu ushqim, veshmbathje, shtëpi, çka duhet ne kina me ti bo këtë kushtet. Vetëm ti domethënë të na losh me shfrytzu ujin. E ka pajtu me këtë kusht. Edhe Ismaili a.s. është rrit me Gjerhumët, është rrit me emenat, me jemenast, me popull, domethënë që janë në origjinë arab, që e kanë ditë më së miri gjuhën dhe thotë ka qenë pastaj njëri ndër oratorët më të mirë gjuhës arabe dhe i ka marrë traditat e atij fisit. E thotë e ka dashur shumë ai fisi, e ka dashur Ismailin se ka qenë shumë djalë i mirë, i sjellshëm, me karakter shumë të mirë dhe i kanë thënë kena dëshirë me martu Ismailin sa. Dhe e martojnë nga fisi i Gjerhumit, edhe thotë kur rritet pak Ismaili dhe martohet, i vdes nona e Ismailit a.s. Kur i vdes Hajeri, nona e Ismailit a.s., mas një kohë gjatë thot vjen Ibrahimi a.s. E kur vjen thot Ibrahimi a.s., u ka martu Ismail a.s. Edhe vend të shtëpia e vet. I thot ku është një djalë të Ismail? Ja kallëzojnë ku e ka shtëpia. Afrohet te shtëpia vet, kur i troket derës del një grua te dera. Thot ku është Ismaili? Thot nuk është këtu. I thot çish e keni jetën ju këtu? Ajo ka qenë një gruaja e cila u ka anku shumë. Ka thonë vallahi ket me munde, me sprova, burri ka dalën, ku i ki burrin ka dalën gjyetime na pru diçka ushqim, kushtet si kena mirë, si kena kështu, si kena ashtu. Masi ja thot çto muhabetet ket, para se me shku, thot bani selam Ismailit, thuj ai njeri që u kon te dera ta ka dhënë një këshill, kanë thonë ndroje pragin e derës. Edhe ka shkuar. Kur ka ardhur Ismail a.s., ka marrë vesh diçka te shtëpia se o kon ai vizitor. Thot mos o kon dukush thot këto, po, o kon thot një plak ishte. Erdhë dhe tha, ku është, i kallzova. Na veti qish jetojni, i kallzova se llami kemi punt. E tha ndroje pragin e derës. Tha ti e liru me ije, ai ka kon baba jem, dhe kjo është metafor. Ndroje pragin e derës, se gruaja është, kanë thonë pragi i derës. Pse pragi i derës? Aje që e runë derën, aje që e runë shtëpinë, aje që e runë derin, aje që e runë pasurien, aje që e prit misafirllëkin, aje që e përsel misafirllëkin, aje që jep shihret shtëpisë, aje që e nderon familjen dhe misafirin, është gruaja. Gruaja është që e runë pragin e derës. Ka thonë, majsi që kjo kana një gruje që u ankoj, ka s'kana gruje mirë, ka thonë në liroje këtë gruje. Bane talak. E ka liru më në herë Ismail a.s. Het djetarët kanë thonë, a lejohet me liru gruje nëse gruja thot, nëse baba i thot djalit, lene këtë gruje se son kjo gruje për tije. Djetarët kanë thonë, nëse baba jotë është si Ibrahimi, liroje. Nëse o baba për i me ka cilësit mira, është buri mirë, është i drejt, është jo është i mull tash ndodh ato problemet që janë mes nusës edhe vjerës, nuk i pëlqen diçka vjerës, i thot babas vet, shko thuja ti djalitane ta liroje këtë. Ama ki pse i thot për hatër grujes vet, se gruja vet i ka thonë me lo. Ja, nuk është kështu. Do më thonë, mu kon njeri drejt, musliman, i devotshëm, me sjellje, bur, do më thonë, i urt, prehtësi ka edhe e sheh për të mirën e fëmijës prap. Nuk e ka për të mirën e vetit, se s'ka jetu aty. Po i ka thonë ti mu konën mirë. E pastaj i thot, ka shkuar, e ka liruar grua, e ka martu kini grua tjetër pishtive Gjerhumëve, Ismail a.s. Thot mas një kohë e ka ardhur prap. Ka ardhën Ibrahimi a.s. Edhe i ka thonën, çish e kaloni jetën, thot vallahi mirë. Shumë mirë, Zoti na ka dhënë mirësi, falëndrimi i takon Allahut, ne na të hangër vetëm mish edhe ujë zemzemi. Do të thonë uji ka më i mirë se uji zemzemit edhe mish, ka ushqimi më i mirë mishi. Subhanallahu dietat ka bëu dua Ibrahim alayhis salam, ka thonë o Allah, jep ju bereqet këtive dhe jep ju bereqet dhe begatin mish edhe në ujë. Subhanallahu në për këtë venet e botës, edhe mjekët e konstatojnë, njeri që i ha vetëm mish smuhet. Patjetër me hangër edhe lloj diçka tjetër. Përveç se banus të Mekës, nëse ka kon dukush në haxhet e në Mekë, nuk hunxhën pa mish ato. Ato i kanë 3 herë ditë hajnë mish. Edhe nuk smuhen asnjëherë thot prej lutjes që e ka bëu Ibrahimi alayhis salam.
Aty është zemzemi që e përdorin njerëzit zemzemi, edhe ahojnë oris. Ashtë ka bëjnë ato pa mish nuk ulën domethënë sofër. Që e ka bërë domethënë lutin i ka thonë Ibrahimi alayhis salam, Allah ju begatov, ju dhash bereqet në mishin e juve edhe në ujin e juve. Edhe sot shembull, çka mona nga kjo? Sot shembull shumë gratë tona, kur tash është me haje, me pije, me këtë mira, një mbledhim dukuni shumë keq, ekonomia katastrofështë, i kena kushtet lëm, kështu ashtu, me shku të shtëpia 3-4 lloj të ushqimeve në iftar ti çet. Kur të bëhet dars me e para fustanin shkon e blejnë. Pa fustan të ri nuk shkon se marrëm kanë pa me këtë fustan, se si shkojmë me këtë fustan unë prap. E ban ç'e ban burri, ai punon dy puna, merr borxh, shkon kryesore, ajo me fustan ka me shku të ri. Edhe veç ankohën, a kur tash është këtë mirë aty kena. A kupton? E për ata do të më konë rob falimnderues. Nëse je falimnderues, rob falimnderues, Allahu ka më ta shtu. Wala in shakartum lazidannakum. Nëse ju e falenderoni Allahun, Allahu ka më vazhdu juve. Nëse ju e mohoni Allahun, nëse ju mohoni mirësitë e Allahut, atëherë Allahu zoti ka më marrë çat bereqet çka i keni. Për ata kur t'ja marrë Allahu dikujt na bereqetën, atëherë ka më kuptu se sa kanë problem, domethënë që nuk e kena falendruar Allahun, nuk kena ditë mirësitë. Për ata pleqtë tonë, e ki po, që e kanë përjetuar luftën e ditë botërore me bugart, në atë kohë, ato skamjet që i kanë pas, pa hangër, pa pi, pa vesh, sot sa mirë thotë çka kena hek në përpara. A ne mënyra që na tu hek, a më shka një njeri di kur hin detë dhe bugulldisët pit mirave, nuk di me dalë edhe ai menon që u ka bugulldis, se sa tu pa, ma kur gjon. Sa të e pa mo detin, kur t'hipen nalë dukuni, e shef. Ama kur t'hi e mrejna i menon që vetëm ajo është të buguldit që ati. Nuk e shef pit mirave të mdoja që e ka dhonë Allahu Azza wa Jall. Pastaj, edhe një sprove madhe që Allahu Azza wa Jall e sprovon Ibrahimin alayhis salatu wassalam, që ka thonën, wa Ibrahim alladhi waffa, dhe Ibrahimi është ai i cili e ka kry urdhin e Allahut Azza wa Jall. Paramendoje, mas kejtë së kriticës, po e le shoqën a vetë, po e le, do më thonë i vogël, po e le në shkretir, vjen një urdhër prej Allahut e cila është ondra. Ondrat, pejgamberi sa të shumë që ka thonë ondrat? Ondrat ndohen në 3 lloje. Ondra e mirë është prej Allahut, ka dhe një isharet. Edhe është interesant, hadith ka ardhën, shpallja është 60 e disa dek, nuk ka më shpallja me ka mbet një pjesë për shpalljes. Kanë thonë është ondra e mirë, ondra e qartë, e kullume, është një isharet për ishareteve të shpalljes, është një farë inspirimi për Allahut. E dyta, kanë thonën është hadithun nefs, për njeri shet diçka gjatë ditës, punon diçka, e shet në ondër, thot e kumpon një ondra, ma i s'ka lidhe me ondrën, aja është preokupu, shemal një borë që ka pas me filonin, e ka pas një problem, e shet në ondër të raspravit me atë filonin. Kjo është punë se hadithun nefs e ka preokupua i senje. Edhe treta është ondra e keqe, ka thonë ondra e keqe është prej shejtanit. E ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse shehni një ondër të keqe, mos ja kallzoni askujna. Edhe mos e komentojnë një ondrën e keqe, si ta komentojnë bie çashtu si është. E nëse ju kërkoni mbrojtje prej Allahut, thu a'udhu billahi minash shaitanir rajim, nuk ka me ndodh kur gjë pikë kësaj ondre. S'ndodh kur gjë. Pse? Nuk e komenton edhe nuk ki problem në më thonën me këtë punë se është prej shejtanit. Mirë po, ondra e pejgamberve ka qenë shpallje. Ondra e pejgamberve ka qenë, do të thonë, shpallje prej Allahut dhe o kon urdhër. Çka e ka urdhëruar, çka ka po në ondër, o kon sikur se marr Xhibrili dhe mi tregu kështu. E ka po në ondër se Allahu pe urdhëron me e therr djalin e vet. Po Ibrahim alladhi wafa, nisët pin Sham atje, me qindra mija kilometre, vjen derin në Qabe, ku e kalon që ati gjallin e vetë, ku ka pjek, ku ka formu, ka bo burë, kur bashkë që tërë baba gëzot me gjallin e vetë, me arriturat e gjallit vetë, me punën e vetë, me suksesin e vetë, krenohet, shka ka mujtë me mri gjallin e vetë. Bashkë që tërë, që të kohën më të mirë, Allah i thot ti dush me therë gjallin tanë me e bo kurban. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, unë jam biri i di kurbanave. Ka thonë pse? Ka thonë se baba jem është Ismaili, se ne kena prejuar për Ismailit. Pita Ismaili, atë nanitet, pita atë nanitet, dhe më thonë janë kureshitet, për kureshitet hashimitet, për hashimitet ehlil bejt, familje pejgamberit esra. Është interesant, Ebu Talibi e ka bo një lutë, dhe pse ka konë mushrik, ama o konë shumë i metë që ma që Allah se ka mundësu me pranu islamin. Ka bo dua, ka thonë Allah, nëse mjep mu 10 gjemë, 10 djemë, alo pa pas të mi. Ka thonë, nëse mjep mu 10 djemë, njonin për djemë e ka me bo kurban.
ka me bë kurban për ti. E thot kur Allah azza wa jall jep 10 djem. Mas shumë tipi fëmijëve që e ka darë, që i ka shku shumë për se ka prish kuraj, o konën Abdullah, baba i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E tash ka ardhur koha i thot ative, duhet me prej njërin gjallë, edhe pi ative që duhet me prej, kina me bo short, kanë ta gjy piktive 10-ve. E gjun shortin, shorti i bjen Abdullahit një herë. Edhe i thotot me thera, ato i thënë dhe Allahut, jo, ti e di çka ke me bo, i ki 10 fëmijë, pi 10 fëmijëve dush me fuk 10 herë. 10 herë. Muhabeti është me përmashit atë që e donë. A ma thot, nëse i bja ti në, ti shpagim dush mi dhonë 10 deve. E gjun 10 deve i bjen, i jep 10 deve. E gjun edhe prap i bjen 10 deve. 10 herë ka 10 deve 100 deve. Kur bon komplet 100 deve, se 100 deve o dia, kur e mit filonin, 100 deve do të me pagujtën se ja falej. Kur i ban thot 100 deve, thot e gjun nuk i bje ma atina. Nuk i bje mu. Ka thonë prej tash devet më sprej më kërkan. Se tamam, më bo 100 deve sa për një person. E thot njere ka shputu, unë jam biri di kurbanove, ka shputu e Ibrahimi, ka shputu Ismail e Sam, thot ka shputu edhe kush, edhe Abdullah, se unë kam konë të konën, di herë babalartë e mi kanë konë të konë të kurbana. Mirë po ka dosht Allah azza wa jall pikorizit ati me dal Muhamedi a.s. Edhe kur e merr Ismail a.s. dhe e përçafon mas një kohë gjatë, thuhet se 10 vjet nuk e ka pa. Në disa transmetime thuhet se 13 vjet nuk e ka pa, se mas 13 vjet i ka lind Ishaki. Mas 13 vjet i ka lind Ishaki, Allah ja ka thue, ka thonë apo erdh një djalë tjetër, tash edhe njërin mbale kurban. Deri te ka konë asaj vetëm të çat djalë. Mas 13 vjet vallai ja çon me Sarën një djalë tjetër, Ishakin, shtaj do të shkon në Mekë dhe duhesh me therat me bu kurban. Edhe kur shkon thot, edhe përçafon thot, o djali im, unë e kum pa një ëndër. Anni athbahuk, unë duhet me të therr ti. Urdhën kam pi Allahut dhe e ka ditë edhe Ismail a.s. se baba i vet është pejgamber, dhe Allah kur e inspiron domethënë një ëndër është mesazh që do të me kry mesazhin. Thot ka me të therr. Ja abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. O baba jam. Kire, me fjalë për këdhel, se o baba jam. Kryat obligim, atë urdhër që të ka urdhru Allahu, kime më gjetë mu sabërli, kime më gjetë mu durimtar. Dhe më thonë, unë në nështrona urdhët Allahut edhe kërkesës tonë dhe që ki. Para me ndonë, sot, një personit me i thonën, që këtë djalin tëndë, duhesh me quë në luft, në filan veni me unimu musliman, me thot, a veç gjaljem ka meta, ka 100 milion gjeme, ose me bot diçka për hirtë Allahut, shumë zorë është. Deri sa Allah azza wa jall kurbanin ja ka zavendësu, dukush do më thonë çka, edhe kurbanin e ka pak problem, kur ti thosh me prej kurban, a ben mot ka me prej, si vjet si kam rejnët. Kur ta shofsh në deti shkon, veror, dimror, qefet e veta i ban në përdarsma, ama kur veret e kurbani thot mot ka me prej, si kam thot kushtet mirë. A në gjdo restorant, a keni po, një shku me në restorant 100 euro, mas pak ti me familje më angër, po ndoshta edhe 200 euro, qa që një kurban? Me njerë, një ditë më zdil, pi javës, a di që e kanë bo sunet, pa qëtër me dash të në dilën të kun me hangër buk. Njëherë më zdil me familjen tonë, me që të dajtë, që këtë javës kena me dalë, kena me prej një kurban. E thot, kur e merë, thot, wa tellehu lil gjebin, e shtrin para me në për toke, jo vesh hajgara, edhe pa e pesjam të e prej, jo, me gjithë men, e sprej thikën mirë, thot, e bilo me e godit, ka transmitir, e godit një gurë qatë në gjithë, qatë shmire ka preja thikën, edhe thot, ja, e fënon qafë me e therën. Thot, nuk i silët thikën mirë, për që e thikë që Allah e ka bo me prej, nësi thot, Allah mos me prej, sprejet. Thot, e trus thikën, e trus, nuk e prej. Qatër, thot, në qatë momenti, thot, ndalo, vend Gjibril e sa thot, ndalo. O fedejnahu bi dhibhin adhim, Allahu thot, ne ja zavendësuam për këtë sakrifist madhe që e boni Ibrahimi a.s. Dhe më thonë, Allahu ka në njerë lip në vetë këtë sakrificë. Që shemull të nëjna me Ramazan. A thu, Allahu ka nevoj që me njët në unta. Mës me hangër buk, mës me pija. Nuk ka ve puna mës me na, veç mës me hangër dhe mës me pi. Jo po me shiju e devotshmëri. Dhe më thonë, me si unë e muj ka me njët pa buk, unë e muj me njëtën e pa bo haram. Masi unë e muj me njët pa buk, unë e muj me rujtën e sinin te mës me kshir haram. Masi unë e po e rujkën vete mës me hangër buk edhe uj, mës me pi diri në aksham. Unë e muj me rujtë edhe barkin te mës me hangër edhe mës me pi haram. Ne rujnë ndoshta barkin gjitit e në undë,
ama vjen puna në akşam ndoshta pi parës drogës, pi parës kamatës, pi parës të vjedhmës, pi parës haramit në hajna. Mesazhi është çish më u bë më i devotshëm. Domethënë nuk ka nevojë shembull Allahu, nëse ishte prej Ismail alayhis salam, çfarë dobi e kish pas? Sakrificën ti që sa kime sakrifikuar, ti sa i përgatit me fliu për Allah, ti sa i përgatit me lënë haram për Allah. E çatërtje e manifestonat imanin tanë, se unë vetëm valla, se shabe kinjoni, dhe ke obe qaqëron dhe kam Ramazani, dhe ke o Allah, veç për ti agjeroj, se mu kom për dekane pare me më thonë kurse, se, dhe më thonë, e kam shumë fështirë, se dukush e ka fështirë shemëll luftën, dukush e ka fështirë Ramazanin, dukush e ka fështirë zeqatin, dukush e ka e dhënë, me ka dorë është pak i shtërngum, ketë mira me ka dorë e ka problem, a i se jo, dukush është shemëll milioner, ka mundësi me një mu me dhënë shumë, kur tash është botë e vlia, vend këtu në xhami, zikër, ban, hat me 20 hat me 30 hat, vetë tamam ti xhalimirje, ama hat me ti xhihadin e kitë parët. Hat me banaj fukaraj që s'ka mundësi me dhon. Ai lexon Kur'an, s'ka mundësia. Ama dukush miliona parë ka mundësi me një mu botë e vlia me dhikër të xhamia me hat me thot unë s'ka jo. Zajtlëki jot ijtihadi jot është çati ku dhem më shumë, çati do të më dhonën, parën më dhonën. Mi unë mu njerëzve kur ka. Çatëre kallzon se ti je për një njeri devotshëm, se çata çka e kim mbledhën, çka e don, çata jetë e dhonën. Ai s'ka, ai lexon Kur'an, ai bën ibadet, ai bën çka. Për ata sahabët ka pas disa pasonik, kanë dhënë shumë pasonik, ative tjerëve kanë thënë ja Rasulullah, ne s'kena mundësi me dhon parë. Ka thënë ju bëni subhanallahu 33, subhanallahu alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, bëni dhikr më shumë që dosh Allah azza xhel me këtë dhikrin do kam jashtu të mirë, se ju s'keni mundësi. Ama ai që ka mundësi, ai do të më dhon sakrificën e vet që e ka me parë, me çka më kallzu, që është i devotshëm. Edhe pse të tjerat ibadete janë, domethënë në rregull. Allahu azza xhel thotë sakrificën që e bën Ibrahimi alayhis salam, thot nuk jam mundësoj të dhe lenet se Allah nuk e ka pas për qëllim ti ta therish djalin ton. Thot ja zbret një dash pi xheneti. Thot një dash i bardh me brine, me sytë e mëdha të zeza, çto ka në transmetim. Derisa thot Abdullah ibn Abbasi, thot që ki dashi është çai dashi që e sakrifikoi djali i Ademit alayhis salam Habili kur e sakrifikoi atëherë kur boni luti me Kabilin, që Kabili shkoj të një ardhe i mur disa nga grunja, atë që ka ishin matë thata, matë këqia, e ki e zgjedi dashin matë mirë për dhenve se ishte bari qoban, thot e sakrifikoj Allah, thot e ngritin qil, e majtin qil, kur erdh para se me ardh koha Ibrahimit a.s. që Ibrahimi a.s. me e bo kurban, thot e rujti, e ushqeti në transmetime 40 vjet, edhe ja zbriti dhe me thonën kujna, Ibrahimit a.s. thot ti prejt qket kurban, shta qket dash i ke me prej, o sikur me e prejti gjallin tanë se vapin e kje. E ke po që thënë, Allah e lip sakrificën tënde, len jenalu Allahe luhumuha, wala dimauha, walakin jenalu taqwa, Allah dhët për kurbanin, nuk mërin të Allahu gjaki, kur e prej njeri, gjaki, pikat e pare që ka rritin gjaki. Nuk mërin të Allahu gjaki, as nuk mërin të Allahu mishi, por mërin të kjo devotshmëria, se e kini bo me zemër për Allah. Që kjo, sakrificë që e kini bo, se Allahu nuk e ha mishin, as gjaki si duhet. Mirë po ti, kur e pret, diçka të më thonë, kim ledh do pare, ki sakrifiku për vetit tanë, edhe ki shku e ki prej një kurban, edhe ki prej, kjo të më thonë se ti të ka shtit devotshmëria, që këto. E kjo, sakrifica, e thot o Ibrahim, prej që këtë kurban, që ki me prej sakrificën e këti kurbanit shpërblimin ki me pas, si kur me pas tërë të gjallin tëndë. Edhe thënë djetartë, sot çdo njoni që e prej një kurban, e ka se vapin e Ibrahimit a.s. Edhe apo e shifni këtë kjo, tavafi, kush e ka ndërtu qabën Ismaili, si ta tregojmë Ibrahimin. Safa Merva ka shku Haxheri, sot e kina obligim me bo Safa Merva. Me prej kurban, sot prejmi kurban se ka prej Ibrahimi a.s. Kret këto e shejk na kanë bet neve ibadet, në haq kur shkojna ku prej na kurbanin Mina, se Ibrahimi a.s. e ka prej Mina. A ku s'ka pas vezvese, ka pas vezvese. Ka arë shejtoni, ka thonë, që e të boti, a je mirë me mene, me prej djalin tanë. Për ata ka fuk 7 gurzi, mos e të shëtojnë shejtani mas, shejtani vogël, Gjemratul Aqaba i thënë. Vendit që quhet gurzi, i thënë shejtani mas, shejtani vogël, shejtani mesëm. Jo, nuk është 3 shejtana aty, po në 3 vende e ka xhujt shejtanin me gur Ibrahimi alayhis salam, kur ka ardhi bëj vezvese mos me thirr djalin e vet. E sot këtë musliman me miliona presin për çdo vjet sa 7-8 milion, 10 milion sa haxhiler ko çaç kurbana prejen domethënë aty Mina. Për atë kam, në sakrificën e ki bo, Allah nuk ja ka up se vapin, edhe ka me elon derisa të egzistoje feja islame, derisa të egzistoje qabja,
me shku njerëzit me bot tavaf edhe me thirr kurban edhe me ndjek sunnetin thumma uhayna ileke ani tabi millata Ibrahim. Allah i thot pejgamberit sa pastaj ne ta shpallëm ti ndjek e Ibrahimin dhe ndjeki dispozitat e Ibrahimit çka i ka bënë hax. Sakrificë e madhe. Edhe për në fund dietarët thënë çish ka mujt Ibrahimi alayhis salam me shkue, do më thonë prej Sham deri në Mekë ka me qindra mijë kilometra, është një udhë që ndoshta me muja do shme mri atje. E do më thonë këtu po cekë se disa herë ka shku kar, edhe se ta cekim në radhën tjetër që shtash ta cekim se çish e ka ndërtu edhe Qabën, a kupton? Prap ka ardhur, më si ka sos kjo punë ka kthi prap në Sham se ka pas familjen e vet atje afër do më thonë xhamisë Aksas. Thuhet, thot Ibn Kathiri, se Ibrahimi alayhis salam ka ardhur me një kafshë e cila është burak, që ka udhëtu pejgamberi alayhis salam Miraç. Pse? Thot pi hadithit kur ka ardhur buraki u ka djersuar. Edhe i ka thonë në burakut qetësohu se prej pejgamberëve nuk ka pejgamber më të mirë që ki udhëtues se ki njeri. Me këtë pejgamber ti ki udhëtue, ama kjo është një pejgamber special pi këtë pejgamberëve të Allah, se kjo është më i zgjedhë i këtë pejgamberëve. Sejdu walad Adem, zotëria e bijve të Ademit, për Muhamedit alayhis salam. E ka thonë nga kjo, Allahu azza wajal mrekulli ja ka dhënë burakin, e siç tregojnë edhe në Qabe një mrekulli tjetër që s'ka ekzistuar përpara lifti, Allah i ka bërë edhe lift në atë kohë që me ndrejshë Qabën dhe i ka dhënë mrekulli të shumta, i ka bërë dy sende të xhenetit, të ka tregojnë guri i xhenetit, e uji i xhenetit, e shumë sende lidh me sakrificën që e ka bërë ki pejgamberi madh Khalilullah Ibrahim alayhis salam. Deri në takimin tjetër, Allahu ju shpërbleft. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.